Surprizat dhe gjestet e papritura nuk kanë të ndalur në shtëpinë e Big Brother VIP. Këtë herë protagonistja është Selin, e cila ka treguar një anë të saj mjaft bujare dhe diplomate. Asaj u dha mundësia nga një prej sponsorëve të programit për të zgjedhur disa veshje falas. Ndryshe nga sa mund të pritej në një ambient ku të gjithë mendojnë për veten, Selin vendosi ta ndajë këtë mundësi me partnerët e banorëve të tjerë, duke bler dhurata jo vetëm për veten, por edhe për familjarët e rivalëve. Ajo zgjodhi veshje për partneren e Rogertit dhe të Mateos për Brikenën, por ajo që bëri vërtet përshtypje dhe Theorietin ishte një zgjedhje e tretë. Selin mendoi edhe për partneren dhe vajzën e Mirit. Kjo dhuratë është një surprizë e madhe duke marrë parasysh historikun e tensionuar mes të dyve. Kujtojmë se Miri dhe Selin kanë pasur përplasje më të ashpra në këtë sezon, por nuk kanë munguar as aludimet për një pëlqim të fshehtë apo situatën e famshme të krevatit, një situatë që përfshiu madje edhe reagime publike të bashkëshortes së Mirit nga jashtë shtëpisë. Ky gest i Selinës është përshëndetur nga shumë si një lëvizje pjekurie dhe një shenjë paqeje, duke lënë pas inatet e lojës tani që rrugtimit po i vjen fundi. Mbetet për të parë se si do të pritet kjo dhuratë surprizë për jashtë shtëpisë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.